Shandani me 7 kandil. Përse vallë, Perëndia në dhjatën e vjetër urdhëroi të bëjnë një shandan me 7 kandil të specifikuar, ashtu siç e lexojmë te kapitulli i 25 i Daljes? Ishte vallë rastësore apo diçka na paralajmëron? Dhe siç e dim se asgjë nuk është rastësore në fjalët dhe urdhat e Perëndis, siç na thot Shën Johan Gojarti, kujdes saktësinë e shkrimit të shenjtë, se asgjë aty nuk është shkruar rastësisht pa arsye dhe qëllim. Le të përpiqemi me ndihmën e Perëndis të zbulojmë kuptimin e tij. Shandani me 7 kandil simbolizon 7 shekujt, mijëvjeçarët e kësaj bote, gjatë së cilit do të jetë drita e Perëndis, dhe prandaj shandani nuk është as me 3 kandil, 5, 10 e të tjera, por me 7. Për hebrejt, kjo dritë do ndriçojë ata që do ta kenë, dhe vetëm gjatë periudhës së natës, sepse drita e kandilit humbet në dritën e diellit. Ashtu siç ndodhi me ligjin dhe dhjatën e vjetër, që është prototip i dhjatës së re, që nuk mundi të drejtësoj dhe të shpëtoj asnjë. Ndërsa për besimtarët e hirit, kjo dritë nuk do të jetë një dritë e thjeshtë që do të ndriçojë vetëm natën, por do të jetë një diell i ndritshëm, dielli i drejtësisë, Jesu Krishti, i cili ndriçon shumë më shumë se dielli që shohim. Dhe qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë që të ndriçojë në të, sepse lavdia e Perëndis e ndriçon atë dhe llampa e tij është qenji. Thot tek zbulesa, kapitulli 21, vargu 23. Prandaj dhe ungjillori Joan tek zbulesa pa Jesu Krishtin në qendër të një shandani me 7 kandil. Te kapitulli i parë, vargu 12 dhe 13 i zbulesës, thot: dhe u solla të shoh zërin që foli me mua. Dhe si u solla, pash 7 shandan ari, dhe në mes të 7 shandanëve një të ngjashëm me një bir njeriu, të veshur me një petkë të gjatë deri te këmbët dhe ngjeshur me një brez ari në gjoks. E çuditshme është se edhe nëpërmjet kësaj, Perëndia na paralajmëron Jesu Krishtin dhe emrin e tij. Nëse do ta shohim me kujdes shandanin me 7 kandil, do të vëmë re se aty është një aks qendror, i cili bashkon dhe mban degëzimet e tjera, që janë 6 të tilla, 3 nga e majta dhe 3 nga e djathta. Degëzimi i kandilit të parë zgjatet dhe bashkohet me degëzimin e kandilit të fundit, degëzimi i dytë me të parafundit, dhe degëzimi i tretë bashkohet me kandilin e pestë. Bëni kujdes këtu. Nëse do t'i numërojmë të 7 kandilët sipas radhës, duke filluar nga e majta në të djathtë, do të kemi numrat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7. Po të shohim tani se si janë lidhur, do të vëmë re këtë gjë të habitshme. Çifti i parë janë numrat 1 dhe 7. Çifti i dytë janë numrat 2 dhe 6. Dhe çifti i tretë janë numrat 3 dhe 5. Po të mbledhim këta çifte, që janë tip i shëntrinis, do të kemi numrin 8. 1 plus 7 barazi 8. 2 plus 6 barazi 8. 3 plus 5 barazi 8. Do me thënë 3 teta, 888, që është numri i emrit Jesu. Pra, i gjithë ky shandan me 7 kandil simbolizon vetë Jesu Krishtin, birin dhe fjalën e Perëndis atë. Simbolizon atë që përqafoi, ndriçoi, drejtoi dhe shpëtoi popullin izraelit nga rreziqet dhe armiqt. Atë të cilin megjithse i kishte informuar gjatë gjithë kohës se do të vijë që t'i shpëtojë, ata jo vetëm që nuk e pranuan, por edhe e kryqëzuan. Por nëse do të vazhdojmë, do të gjejmë edhe simbole të tjera. Po të mbledhim shumën e 2 çifteve me numrin e qendrës, do të kemi numrin 12 3 herë. 1 plus 7 plus 4
barazi 12. 2 plus 6 plus 4 barazi 12. 3 plus 5 plus 4 barazi 12. Kemi përsëri tipin e shëntrinis 3 herë 12. Si pas shkrimit të shenjtë dhe zbulesës, do mund të simbolizonte çdo një nga këta të 12. 1. 12 fiset e Izraelit, që janë 12 shtyllat e Jeruzalemit të ri që vjen nga qielli. Tek zbulesa, kapitulli i 21, vargu 12 thot: Ai kishte një mur të madh dhe të lartë, me 12 porta, dhe tek portat 12 ëngjëj dhe emra të shkruar mbi to, të cilat janë emrat e të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Simbolizon 12 apostujt, që janë themeli i Jeruzalemit të ri. Tek paragrafi i 14 thot: Dhe muri i qytetit kishte 12 themele dhe mbi to ishin emrat e 12 apostujve të qenjit. Simbolizon 12 frutat, një për çdo muaj, nga pema e jetës së Jeruzalemit të ri, që vjen nga lart, që është Jesu Krishti, Zoti ynë. Te kapitulli 22 i zbulesës, paragrafi 2 thot: Në mes të sheshit të qytetit, këtej e andej lumit, ishte druri i jetës, që jep 12 fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo muaj, dhe gjethet e drurit janë për shërim të kombeve. 2. Po ashtu mund të simbolizoj 12 fëmijët e Jakovit, 12 fiset e Izraelit dhe 12 apostujt. 3. Po ashtu mund të simbolizoj 12 profetët e dhjatës së vjetër, 12 fëmijët e Jakovit, 12 apostujt. Po ta shohim me kujdes shandanin, do vëmë re se kandili i mesit mban dhe bashkon të 6 të tjerët. Do me thënë, çdo kandil nga të 6, 3 majtas dhe 3 djathas bashkohet dhe kalon nga kandili i qendrës, nga i shtati. Mund të themi se 6 kandilat janë 6 ditët e krijimit, që të gjitha bashkohen dhe mbahen te kandili i shtat, do me thënë tek dita e shtat, tek dita e shtun, që është pushimi i çdo gjëje, vdekja. I gjithë krijimi i Perëndis do të kalojë do apo s'do nga dita e shtat, nga pushimi, do me thënë nga vdekja. Ja pra dhe këtu, nga misteri i shandanit me 7 kandil në dhjatën e vjetër, kemi kaq shumë simbole dhe zbulime. Dhe sigurisht që nëpërmjet tyre edhe për çështjen që po flasim. Kur pra do të vijë fundi i botës dhe ardhja e dytë? Sa shekuj mijëvjeçar do të ekzistojë bota dhe njerëzimi? Sa janë pjesët e shandanit të ardhë? 7. Kaq shekuj do të ndriçojë botën shandani dhe drita e Jesu Krishtit? 7 shekuj, 7 mijëvjeçar. Më pas, në shekullin e 8, vjen një jetë tjetër, një jetë e përjetshme, ku të gjitha do të jenë të reja. Amin. Dita e 8 e rrethprerjes, prototip i ardhjes së dytë. Duke dhënë urdhër Perëndia tek hebrejt në dhjatën e vjetër, që të bëjnë rrethprerjen tek të gjithë fëmijët meshkuj, dihet se e bëri këtë për t'i veçuar nga popujt pagan, si një marrëveshje ndërmjet Perëndisë dhe hebrejve, se ata janë populli i zgjedhur i tij dhe ai është Perëndia i tyre. Tek Zanafilla, kapitulli 17, vargu 9 deri në 12 thot: Pastaj Zoti tha: Në beslidhjen time me ty ka një detyrë që duhet ta plotësoni nga brezi në brez. Të gjithë meshkujt tuaj duhet të bëhen synet. Kjo do të jetë shenjë e beslidhjes që kam bërë unë me ju. Çdo mashkull i porsalindur duhet të bëhet synet në ditën e 8. Duke qenë se të gjitha në dhjatën e vjetër janë prototip dhe hije të dhjatës së re, siç thot Shën Joan Gojarti, ka lidhje të madhe dhjata e vjetër me të ren, dhe se ato janë prototip dhe hije të së ardhmes. Drejtohemi lehtë në përfundimin
se kur do të bëhet ardhja e dytë, nga urdhri i Perëndis drejtuar hebrejve, lidhur me rrethprerjen. Çdo mashkull i posalindur duhet të bëhet synet në ditën e 8. Cila ishte pra dita që urdhroi Perëndia që të bëhej rrethprerja tek hebrejt? Dita e 8. Kemi përsëri këtu numrin 8. Është dhe kjo rastësi? Sigurisht që jo, sepse asgjë nuk është rastësore në besimin ton, siç thot Shën Joan Gojarti. Kujdes saktësinë e shkrimit të shenjtë, sepse asgjë aty brenda nuk është vënë rastësisht pa arsye dhe qëllim. Përse pra ditën e 8 dhe jo një ditë tjetër çfarëdo? Sepse gjatë asaj dite, ditës së 8, sipas etërve të shenjtë të kishës son, do të bëhej ringjallja e Zotit ton, që është tip i ardhjes së dytë. Shën Joan Gojarti thot: rreth pritej fëmia ditën e 8, sepse saktësisht në atë ditë të 8-ën, do me thënë të dielën, do të bëhej ringjallja e Zotit ton. Gjatë ditës së 8 do të bëhet edhe rrethprerja shpirtërore e të gjithë botës. Por edhe Shën Qirilli i Aleksandris thot saktësisht të njëjtën gjë. Shikon se rrethprerja e trupit ishte në një farë mënyre prototip i rrethprerjes së vërtet shpirtërore, bëhet në ditën e 8, gjatë së cilës u ringjall Krishti nga të vdekurit, dhe ishte koha të bëheshin pjesë e shpirtit të shenjtë dhe të pranojnë rrethprerjen me atë që nuk shkakton dhimbje tek trupi, por pastron shpirtin duke e lehtësuar jo nga papastërtitë trupore, por duke e çliruar nga smundjet shpirtërore. Dhe Shën Grigori i Nisës thot: sigurisht që nuk ju është i panjohur misteri i ditës së 8. Nuk është e arsyeshme të rrëshqas mendimi i disave në perceptimet judaike, duke zbritur misterin e madh të ditës së 8 në deformime trupore. Thonë se me numrin 8 shprehet ligji i rrethprerjes dhe pastrimi pas lindjes dhe të tilla të ngjashme. Por ne u mësuam nga apostulli Pavli se ligji është shpirtëror dhe dimë se ditën e 8 bëhet rrethprerja e vërtet. Pra, rrethprerja që bëhej në dhjetën e vjetër ishte tip dhe figurë e rrethprerjes tonë shpirtërore. Dhe siç saktësisht aty hiqej një pjesë e pavlefshme e lëkurës nga organi i mashkullit, me të njëjtën mënyrë edhe në jetën tjetër, Perëndia do të heqë mëkatin nga natyra jonë njerëzore. Dhe kur do të bëhet kjo? E tha vetë shumë qartë: ditën e 8, shekullin e 8, mijëvjeçarin e 8, është e njëjta gjë. Le të kujtojmë fjalët e shkrimit të shenjtë tek letra e 2 e Pjetrit, kapitulli 3, vargu i 8, ku thot: por mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Po të bëjmë kujdes këtu, nuk thot se 1000 vjet janë një ditë, por si një ditë, sepse Perëndia është mbi dhe përtej kohës. Koha është krijimi i Perëndis për ne njerëzit. Përse pra thot se 1000 vjet janë si një ditë dhe anasjelltas? Me sa duket, me këtë referim do të japi tek ne njerëzit një rregull, një mas krahasimi dhe matjeje të kohës në shkrimin e shenjtë në raste të tilla. Sepse nëse nuk do të ishte kështu, përse nuk tha 500, 3000 apo 10000 vjet janë si një ditë? Për Perëndin nuk do të ishte njësoj? Do me thënë, për Perëndin 1000 vjet janë si një ditë, dhe 10000 vjet apo 100.000 vjet dhe më shumë për Perëndin nuk janë si një ditë? Po të llogarisim pra një ditë si 1000 vjet, kemi saktësisht 8000 vjet, do me thënë mijëvjeçarin e 8. Thot Shën Anastas Sinaiti: dita e 8 e ka të zakonshme shkrimi i shenjtë të quaj jetën e përjetshme, atë që do të vijë pas të 7-ës, do me thënë gjithë jetës së tanishme toksore
dhe si figur e ditës 8 ishte rrethprerja që bënin hebrejt. Pra, në ditën e 8, në mijëvjeçarin e 8, do të bëhet rrethprerja e mëkateve, do me thënë, ardhja e dytë e Zotit tonë.